Ju betohem që as vet nuk e kuptova se si përfundova tek dyqani Louis Vuittonit edhe se si dola duke harxuar gjithë ato lek. Unë e di, po kam jasharin këtu afër edhe nuk përtas dot. Ja pra që ekziston edhe Google Mapsi dhe unë kërkova Louis Vuitton Stores edhe përfundova këtu. Ishte një lagje vetëm me bosa dhe ja se si duke dyqani Louis Vuittonit nga jashtë. Mbarova punë për 10 minuta sepse unë e dija se çfarë doja, po bëja kot sikur s'dija gjë dhe tak. Nga Louis Vuittoni ikëm tek Rolexi. Fatkeqësisht apo fatmirësisht për jasharin, këtu ne nuk mund të blenim dot asnjë gjë, por thjesht mund të provonim. Këto ishin disa opsione që unë provova aty, por nuk ishte ajo çka unë porosita në fund. Dhe jashari ka shpirt i shkreti, do shikonte edhe diçka për vete. Plotsuam të dhënat për të futur tek wish listi edhe tani le të presim. Kur ju thash që kjo lagje kishte vetëm bosa, ja, mund të shikoje të parkuara rresht një Rolls Royce me zëri, një Urus, një Huracan, një Ferrari dhe një R8 është kjo më duket. Anyway, bëm një ndalesë të shkurtër tek Hermesi, po jashari tha jo më blerja dhe i kam pa bler gjë. Një ndalesë për bukë se po sharronim edhe këto ishin spaghetti bolognese me ragu vici, aman. By the way, këtë restorantin e kishin shqiptar edhe unë ndjem si në shtëpi tonë. Dhe kjo bukurosha këtu po pret që të hapet me një video haul.